Në Kuran, në surën El Hajj, në surën 22 në vargun 52 lexojmë: Ne nuk dërguam para teje asnjë të dërguar dhe asnjë pejgamber, e që kur ai dëshiroi diç, të mos ju pat hedhur në atë dëshirën e tij djalli, e Allahu fuqizon argumentet e veta. Allahu është shumë i dijshëm dhe me urtësi të madhe rregullon çështjet. Shohim se çfarë thon komentuesit islam lidhur me këtë pjesë. Tek Tefsir Al-Jalalain lexojmë: Dhe ne nuk dërguam para teje asnjë lajmëtar, por se kur ai recitoi shkrimin Satani vendosi në recitimin e tij, çka nuk është prej Kuranit, por që ata të cilëve ai, profeti, u ishte dërguar do të gjenin të këndshme. Tek Asbab Al-Nuzul nga Al-Wahidi lexojmë: Komentuesit e Kuranit thanë, kur i dërguari i Allahut, pas se populli i tij po e shmangte, u mërzit nga refuzimi i tyre ndaj mesazhit që ai u solli atyre dhe fshehurazi dëshiroi që Allahu t'i zbulonte diçka që do të afronte atë dhe popullin e tij, dhe ishte i zellshëm që t'i shite ata të pranonin besimin. Një ditë, ai ul në një nga kongregacionet e Kurejshëve që tërhiqte një numër të madh anëtarësh, dhe dëshiroi që Allahu të mos i zbulonte atij atë ditë asgjë që mund t'i largonte ata prej tij. Atëherë Allahu i shpalli atij surën En-Nejm, pa shëvylin kur ai shkëlqen, surën 53. I dërguari i Allahut e recitoi atë, por kur arriti tek vargjet, a keni menduar për Latën dhe Uzën dhe Menatën, të tretën, vargjet 19 dhe 20 të surës 53. Djalli vuri në gjuhë atë që ai kishte dëshiruar dhe shpresuar fshehurazi, dhe tha: Këta janë lejlekët e fuqishëm dhe në ndërmjetësimin e tyre shpresohet. Në biografinë e Muhamedit të shkruar nga Ibn Ishaku, libri me titull Sirat Rasul Allah, në faqet 165 dhe 166 lexojmë: Pastaj Zoti dërgoi, betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas qefit të vet. Dhe kur ai arriti tek fjalët, a e keni parë Latën dhe Uzën, po Menatën, të tretën, të fundit, Satani kur ai po meditonte për këtë gjë dhe dëshironte që t'ia sillte këtë popullit të tij vendosi mbi gjuhën e tij. Këto janë lejlekët e lartësuar ndërmjetësimi i të cilave është i miratuar, dhe ai arriti sejdën në fund të surës ku ai ul në sejdë. Muslimanët bën sejdë kur profeti i tyre bëri sejdë, duke konfirmuar atë që ai u shpalli dhe u bindën urdhrit të tij. Dhe politeistët Kurejsh dhe të tjerë të cilët ishin në xhami bën sejdë, kur dëgjuan që tu përmendeshin zotat e tyre, kështu që të gjithë në xhami, besimtar dhe jo besimtar, bën sejdë. Nëse të dhënat e mësipërme mund të mos konsiderohen 100% të besueshme nga ana e muslimanëve, një burim që konsiderohet mjaft i besueshëm lidhur me të dhënat islame, pa dyshim që janë hadithet e Buhariut. Në hadithin me numër 4862 lexojmë: Transmetuar nga Ibn Abasi: Profeti bëri sejdë kur mbaroi së recituari surën En-Nejm dhe të gjithë muslimanët dhe al-mushrikunët që janë politeistët, paganët, idhujtarët dhe jo besimtarët dhe xhinët dhe qeniet njerëzore bën sejdë bashkë me të. Këtu shohim qartësisht se hadithi i Buhariut është në përputhje të plotë dhe i ngjashëm me materialet e tjera të mësipërme.